Alba, cila është arsyeja kryesore që je në nominim? Qa pyetje? Po normalisht, banorët, ata që më kanë nominuar, duan të më shohin jashtë shtëpisë. Nuk e di çfarë arsye tjetër. Avukat. Jam kurioze me diçka. Nga personat që jemi këtu, a jeni realisht gjithë që doni të më shihni jashtë shtëpisë? Unë jo. Jo. Unë më nuk ka që është pyetje për gjithë. Pyetja është pyetje që ka dhënë Big Brother, atë që do ti. Cila është arsye kryesore që janë nominim? Unë them që banorët, ata që më kanë nominuar, duan të më shohin jashtë shtëpisë. Po në fond. Mirë, kjo është ideja që ka nominuar, jemi arsye tjetër. Kjo është arsyeja që jashtë nominon. shtëpisë për momentin? Jo, njësër. Si banore. Krejt vetë mi po jashtë. Është shumë normal. Ta e vetë. Shumë normal. Nuk to, Jo, personalisht. Ty, krejt jashtë. Po për situatën e nominimeve. Pa pra se të të me të vajo, ta tha trashin sy, që nuk kuptën. Që nuk kuptën, ta tha trashin sy, duhet vajo, duhet batan jashtë. Sepse më shqetëson pafundësia e fjalëve të tua. Nuk jam gjithmonë kështu. Je gjithmonë kështu. Nuk kena më koment. Gjithmonë kështu. Dhe përveç pafundësisë të fjalëve edhe ndërhyrje në çdo lloj debati të mundsh. Dhe ti e di që nuk jam gjithmonë kështu, dhe unë nuk bëj ndërhyrje, unë i bash në çdo vend, në çdo vend, në çdo moment, nëse hapet një debat dhe je ti e pranishme, ti do fillosh, do futesh, do kapesh me një fjalë dhe debati kthehet direkt te ty. Kjo më shqetëson shumë. Nuk është ashtu.